Burrin e lën Kanada e morën me vete. Po zyrtarisht, a mujna me thonë që mirë se ka marrë vendimin me u kthy në Kosovë? Po. S'ka më dilema. Njëherë për njerë jo, po nuk i dije tjetës, Angel. Qysh e morët këtë vendim? Po vendimin thash që unë e kom pas gjithmonë mendjen për mu rikthy, edhe kom pas përkshajnë edhe shtymje shumë të madhe prej burrit, edhe prej këtë familjarëve që mu rikthy prap. Edhe adhurusjen ata që gjithmonë nuk kom mujt do shta me qenë shumë indiferente për ta. Burrin e lën Kanada e morën me vete. Ja, me veti. A tu dash negociata me bind hiç ajo? Jo, as pak, për kundrazi, aj u dash më mbind mund është, se une frigën e kom pas vetëm të fmit. A ka me u përshtat, a ka me u pëlqyt, kjo është pun arsyeja kryesore që 10 vjet i kom kalu në Kanadë. Një gjë që shqiptarët mendojnë për botën jashtë e që nuk është hiç e vërtetë. Në rastin tënë në Kanadë për shembull. Po, djuma ata që mujnë me jetu jashtë. Pse? Edhe që unë për veti nuk jem adaptu, nuk më ka pëlqy, nuk më pëlqen jeta jashtë. Çka s'ka pëlqyer në Kanadë? Jo, Kanada përgjithësi është shumë e mirë. Veç ftofti, koha është në ekstrem ftoftë, ajo është kryesorja që më pëlqen. Por ndryshe, gjithçka është perfekte, po unë ndoshta me profesionin tem nuk kom mujt me qëndru. Na përshkruaj jetën në Kanadë me 3 fjalë. Ftoft. Edhe unë e mosi normal që pa punat jem me fëmijë, rreti fëmijën. Okej. Ftoft anvise. Ftoft anvise. Edhe tjetra, ushqimin edhe kafet i kanë shumë të mira. Okej. Edhe kulturën e kanë perfekt.